Cili është momenti më i ëmbël i jetës tënde, momenti më i mirë që të vjen mende sa herë ta bën dikush këtë pyetje? Allahin, momenti më i ëmbël, dy i kam. Hajde. Një kur e kom pa nënën që ka pështu prej tumorit, edhe pse s'kom ditë deri në atë moment. Se unë jam i lidhur shumë me nënën. Edhe kur ka ndodhur ai sa unë jam ka ndosh me mërujt, mos më kallëzu, unë e kom marrë vesh momentin e fundit. Po, për shkak lidhjes tonë të ngushtë, po besoj. Për shkak lidhjes tonë të ngushtë, jam mundu edhe me të kursy prej. Edhe u kanë e djalit kur ka lindë, momenti më i ëmbël. Edhe kur ju martu me gruan se për me teatr. Ama jo, e djalit u kanë. E djalit u kanë ndjenjë tjetër. Qysh ka qenë ndjenja me u bë prind për herë të parë? Për herë të parë kur e kom marrë vesh, unë që jam hiperaktiv, unë nuk rri mirë në përkauç. Qa përshej që i ku morë dy asteka. Po, e kënë, dhe në fund kemi mbledhë dhe qata dy tjerë që atje që janë qërë. Edhe unë jem kanë, jem shtrime një ka është në salat. Edhe veç që këmë zgatë kërë që shtë edhe më pështetë. Edhe veç këmë kesh, adin se s'di shatë sysh me fëbona baba e fa ndjenjë. Ama tash kur të shadi kanë, shumë herë e uraj, kur gjë nuk jetu ndjetë që tash shaki me ndjenë masani. Adin, të dhimet, se këtë prind të din, po ata që se janë prind, shkret ju folë për, s'dija se pe folje, se pa u bo prind, nuk e se kuptan. Kur të bo është prind, mandena e vërejnë që gjdo bësishe e tina aty të andrejsjet. Gjdo sendit, gjdo fjallet tina aty motivan, Po, qysh ja bën me sezona dhe me angazhime, sa ke ko me i kushtu djallet, edhe bashkëshortës në këtë rast, se kena me folë tani edhe për bashkëshortën se... Jo, s'kom shumë ko në sezon, edhe pse si vjetë nuk e kom leju me shku në qerë dhe në gosht të paktën, se shto që e ka pos 2 javë pushim, edhe nuk e kom leju me shku në qerë dhe për shkak që me nej djallim. Që aty më knaq me ta, kom dalë më në gjes, i kom dhanë me hangër, i kom qu me në kafe, i kom dhanë shlak, edhe pse se jo, po... Ka njerë në bëjke me babin të senda. E kom qu të lojnë, nejse këto, edhe pse u kanë pika sezonës, po me ta dyqysh një farë relaksi. E harën lodhjen. E harësh e lodhjen. Të knash, ma shkur të shumë. Mbjen me nejtë me do. Sa vjetë i ka? 2. Stash i bën 2. A e she, a ka heqprirje për muzikë, ose diçka me të ngjashtë, se ashtë tip edhe i hiperaktiv si ti? Mazi, hyp në për kauqa, në për ase, edhe kënan. Kur ka pas dalë yllit një aja që shme shku sonë të të shpia. Po. Në stop ka këcuj me ta, i kom do video me gjyshën temë, të këcuja, hop, hop. Edhe kongën temë, onë prizren, edhe një kongë që nuk e kom lancu ala, e kom në telefon, kur e kom qu ato të kënu, aje e kam su me një hera, vëtem. Po, do me thonë muzikant, kështu, direkt, veç nëse i ndromen ja tani. Ja obligaj, shka të ka qeve. Qka i kështë thonë nëse për herë të parë kështë thonë që po du me u fut muzikës? Se ti e din, ashtë mira, ashtë keq. Me pas prindin që ka muzikë, po me pas edhe djali italian. Jo veç pse unë jam këngëtar për që edhe djali në ta. Zban ashtë. Edin, unë jam këngëtar ka fitim, hade edhe ti, jo. A që ka talent, që e dënë, okej, hade. Të mësaj shka me bo që shtek. Edin, plus, aj mundet me pas dyrt ma të habne, se sa unë që i kom pas. Normal. Se për shumë unë i kom një ojë tash ma ndryshe, se sa dikush që janë i spizarë. Po. Ti se ke pas kërkën më herët që kam ujtë, okej. E po është ndryshe. Ndryshe këtë janë i spizarë, po kur të ki për shumë dikon, shkon shkallë, e ki një farë, adin, një bypass, me një herë në gjitesh.